Momentet me mbytet tania turistike me 148 pasagjerë në bord, mes tyre kishte dhe fëmijë. Momentet me përjetuan 148 pasagjerë në një anije turistike në brigjet e Marmaris në Turqinë jugperëndimore, kur anija Papritmas filloi të mbushej me ujë dhe u fundos në më pak se një orë. Big Boss Diamond, një anije turistike me temë piratësh e njohur për pushuesit, ishte në një udhëtim ditor pranë ishullit Paradise, aty ku ndodhi dhe incidenti i rënd. Sipas raportimeve fillestare, 10 pasagjerë u planifikuan dhe filluan të hidheshin në det për të shpëtuar veten, ndërsa në bord ndodheshin edhe rreth 20 fëmijë. Videot që qarkulluan në mediat sociale kanë kapur momente dramatike me anijen që merr një anim të rrezikshëm përpara se të fundoset plotësisht. Në një operacion të madh shpëtimi, u nis menjëherë duke përfshirë shërbimet e shpëtimit dhe anijet private në zonë. Autoritetet turke njoftuan se të gjithë pasagjerët u evakuan në mënyrë të sigurt dhe u sollën në breg pa viktima apo lëndime serioze. Në një deklarat nga qeveria e Muglas dhe nga ekipet që mbërritën në vendngjarje, koordinuan evakuimin e qytetarëve me ndihmën e anijeve aty pranë, duke vënë në dukje se nuk u gjetën probleme shëndetësore midis të pranishmëve. Shfaqjet e fundosjes mbeten heti, megjithatë disa pasagjerë pretendojnë se një zjarr në motorin e anijes i parapriu kësaj, i cili dyshohet se shkaktoi hyrjen e ujit dhe fundosjen e anijes. Një turiste britanike që u shpëtua përshkroi përvojën e saj tronditse duke thënë kështu: "Jam e lumtur që dola qandej dhe që jam gjallë."